Amortizimi i banesave në zonën muzeale të Gjuadolit dhe rreziku që përbëjnë për kalimtarët dhe turistët e shumt u kthyen në qendër të vëmendjes edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Shkodrës. Problematika e ngritur nga një pjesë e këshilltarëve, e që më herët edhe është pasqyruar në edicionet informative të TV1 Channel, bëri që zyrtarisht të reagojë edhe vetë institucioni i bashkisë. Drejtori i ri i Policisë Bashkiake Selmir Rustemi garantoi se do të merren masa për problematikën e ngritur, ndërkohë nga ana tjetër, bashkia do të nisë njëkohësisht edhe një plan të ri të menaxhimit të gjithë zonës pedonale dhe asaj muzeale për sa i përket pastrimit dhe mirëmbajtjes. A duhet me prit një tragjedi për me marrë masa për sa i përket bizneseve që kanë vendosur në zonën e Gjuadolit, tavolina bashkë me karrige. Unë e shoh me shumë rëndësi dhe mendoj që duhet patjetër më njëherë bashkia, në këtë rast me policinë bashkiake, që në këtë rast me penalizu këta biznese që nuk po pyesin pra as pak edhe po vendosin. Ne na ka ndodhur nëse ju e mani më para disa viteve, që dikujt domethënë është i ka ra një pjesë nga objekte tek zona e Gjuadolit. Që sot në këtë moment ka filluar një operacion në pjesën e Gjuadolit, do bëhet konstatimi dhe paralajmimi të gjithë subjekteve që largohen menjëherë nga ato pozicione. Besoj mëna një ditë ose 2 ditë nuk do të ketë më asnjë tavolinë të rreshtuar gjatë pjesës së rrezikshme të. Gjithashtu do bëhet sistemimi i lokaleve tjera me tavolinat që të lehet rruga lirë për kalimin e qytetarëve. A është e mujton që bashkia të paktën një herë në javë me la pedonalen kryesore sepse na dim se aty kalojnë shumë njerëz? A mund të bëhet kjo edhe për një imazh turistik, por edhe si nevojë? Do vazhdojmë mirëparën me lamjen e pedonaleve, të dyjave, edhe do diskutohet edhe me firmën për me pas një kujdes më të madh për sa i përket makinerive dhe kazonave të pastrimit dhe dezinfektimit të larë. Zona muzeale e Gjuadolit është një nga pasqyrat kryesore të Shkodrës që në sytë e çdo turisti vendas dhe të huaj do duhet të përcillte një tjetër imazh, por fatkeqësisht vitet e fundit, amortizimi dhe degradimi i godinave historike po kthehet në rrezik serioz për jetën si të banorëve ashtu edhe të kalimtarëve. Nevojitet që për këtë zonë të nisë zbatimi një projekti konkret për ta rikthyer në identitet një nga qendrat më të rëndësishme historike, por njëkohësisht edhe pasqyrave kryesore të turizmit sa i përket qarkut të Shkodrës.